Kam ngecur, kam nevojë të bëj diçka online. S'di nga t'ja nis e të mendosh që kam bërë 5 vite matematik. Për të nisur diçka online, nuk të duhen vite shkollë ose aftësi të jashtëzakonshme. Mjafton aftësia për të bërë diçka dhe ti ke një avantazh të madh. Tashmë ke studiuar 5 vite për një degë të caktuar, siç është matematika, dhe ke një uri në një fushë. Sekreti është që për ta promovuar online këtë gjë që ti di të bësh, është që të mësosh ta kthesh në shërbim ose në një produkt digjital. Pra gjithmonë nëse ti do të rish në fushën për të cilën ke studiuar dhe ndërtosh diçka online. Pasi ti mëson të ndërtosh një shërbim ose një produkt digjital, do mësosh se si ta promovosh. Pra si ti përdorësh rrjetet sociale për të reklamuar atë që ti do ofrosh në treg. Normalisht po flasim për diçka që nuk të pasuron shpejt, është diçka që rritet me kohën, të ndihmon edhe ty të aftësohesh më shumë dhe të ndërtosh biznesin tënd online. Pra këto janë hapat që ty të duhen, të ndërtosh një produkt ose një shërbim për ato gjëra që ti di tashmë dhe ke një uri, të mësosh se si ti promovosh online dhe të fillosh të bësh shitjet e para. Më shkruaj për më shumë.